shijuar një mbrëmje të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë publikut në studion për energjinë dhe duar trokitjet, të cilat le të vazhdojnë për 3 opinionistët tanë. Armina Mevlani në gjithë shkëlqimin e saj, Ermal Mamaqi dhe Angel Shkira. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Shumë për të folur sot dhe shumë për të diskutuar, sepse Perma ka marrë zjarr. Pikë së pari, uluri dhe qetësohuni. Na duhet të festojmë dhe të bëjmë gëzuar për puthjen e parë prej vërteti. Kam sjell lokume. Mirë ke bërë, për puthjen, ë? Po. Po mirë, ja, duhet. Është shenjë. Urime. Hajde, në gëzime. Në gëzime. Në gëzime. Edhe për publikun. Edhe për publikun patjetër. Ndaj qik për publikun. Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, Indri dhe Vanesa kanë shkëmbyer puthjen e tyre të parë, e cila nuk ka qenë e para dhe e fundit, sepse ka patur një mal me puthje gjatë këtyre ditëve, ku Indri dhe Vanesa duken të pandashëm. Nga ana tjetër edhe Ola me Adionin, gjithmonë më pranë, duket se prania e Fabianit, vëllait të Olës, nuk ka shërbyer jo vetëm për t'i distancuar, po duket sikur i ka afruar akoma më shumë. Një afërsi që duket edhe tek Fakiri, aty ku Ola është izoluar prej gati një dite tani, prej disa orësh, Adioni qëndron aty. Madje ka thënë me gojën e tij që nuk më interesojnë 200.000 eurot, unë dua vetëm të rri me ty. Dashuria. Ndërkohë, kemi televotimin e hapur, përveç Sarës, që është imune, si krye fermere, të gjithë të tjerët kanë qenë në televotim. Televotimi vazhdon i hapur, ju mund votoni në voto.visionplus.tv të preferuarin tuaj. Votoni këtë dëshironi ju që të shpëtoni, cili është i preferuari juaj, dhe sonte Agaj ka vendosur që të bëj transparent për ju, për publikun dhe për fermerët tanë, 5 më të preferuarit, 5 më të votuarit. Do t'i mësojmë në këtë pikë të lojës në episodin tonë të 10. 5 javë brenda në fermë kanë mjaftuar tashmë publikun që të njohë personazhe të vlerësoj ata, dhe në këtë pikë të lojës ka 5 preferuarit e tij që mund ndryshojnë patjetër. Mirë, sot do të kemi një natë të gjatë edhe me debate dhe diskutime, sepse ju e keni parë disa prej momenteve të këtyre ditëve janë bërë shumë virale edhe në rrjet, dhe shumë nga njerëzit, nga publiku, por edhe nga fansat janë të shqetësuar se çfarë ka ndodhur vërtet. Dhe ku më mirë se sonte në spektakël do të mësojmë se çfarë ka ndodhur vërtet, sepse filmimet janë të gjitha, edhe me slow motion. Dhe protagonistët janë aty për të na shpjeguar ndjesitë e tyre, përjetimet e tyre dhe argumentat e tyre. Do të shkojmë menjëherë në fermë, sepse pikë së pari do t'i përshëndesim. Ju lutem mundsoni lidhjen. Mirëmbrëma! Mirëmbrëma, Ferma! Mirëmbrëma, Albana. Si u gjejmë sonte, përveç se në shkëlqimin tuaj të përhershëm, po si jeni emocionalisht, si ju kemi? Shkëlqyshëm. Ata ke bëjmë kosin vetë. Të qetë. Kemi mësuar bëjmë kosin. Nuk jeni dukur të aq qetë, me thënë të drejtën, kam parë që disa për jush të paktën, nuk po them të gjithë, po disa për jush si të shqetësuar, si të mërzitur, si me ankesa, si me teka, si me probleme, si me halle, si me shqetësime, pak rebelizëm edhe për produksionin, edhe për faktin që po bëhen pa drejtësi të mëdha. Qa po ndodh aty në fermë? Kush ju ka me hile? Arbona, Po Gresa. më falë, unë pak jashtë temës, kisha pos dëshirë mja uru momi ditlinjen se e kosët. Edhe 100! Edhe 100, mami të. Edhe Dionit. Pas ka linë një maj, mami, Që dhe për babin. Që edhe për babin Mozes. Ja urujna ditlinjen zotrit Smajt, që është babi Mozes, që e ka pos ditlinjen dje. Edhe babait Mozes, pa tjetër, i bashkojmë urimet për një jetë të gjatë.